يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall. Atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Pastaj dërgojmë salavate mbi pejgamberin alayhis salam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar besimtarë, jemi duke shpjeguar suratul Balad, surën në të cilën Allah Azza wa Jall na tregon neve madhërinë e Tina dhe fuqinë e Tij që është e pakufishme dhe njeriu nuk mundet t'i dalë ballë fuqisë Allahut Azza wa Jall, vetë se ne ta kërkojmë ndihmën e Allahut Azza wa Jall që me fuqinë e Tij të na ndihmon neve në jetën tonë, në imanin tonë e në gjithë shka e cila lidhet me neve. Pa dyshim jemi tek ajetet duke shpjeguar ajetet 7, 8 dhe 9 të kësaj sure. E që konkretisht në këto ajete Allah Azza wa Jall na flet për mirësitë të cilat ja ka dhënë njeriut. Pra na flet Allah Azza wa Jall për gjymtyrët kryesore që njeriu pa to nuk mundet me jetu jetën e kësaj bote. Allah Azza wa Jall nëpërmjet këtyre ajeteve na tregon neve mrekullinë që e ka bën tek njeriu. Pra vetë krijimtaria e njeriut është mrekulli në vetvete që të regon Allah Azza wa Jall fuqinë dhe diturinë e Tina. Pra vetë njeriu në formën në të cilën na ka kriju Allah Azza wa Jall është dëshmia më e madhe dhe dëshmia më e mirë që Allah Azza wa Jall neve na ka kriju në formën më të mirë po Allah Azza wa Jall na tregon neve fuqinë e Tina. Na tregon Allah Azza wa Jall neve atë urtësinë dhe diturinë e Tij të pakufishme. Dhe kjo është prej argumenteve të Allahut Azza wa Jall, të cilat njeriu e logjikshëm, njeriu e mençur e çojnë drejt madhërisë dhe nënshtrimit të Allahut Azza wa Jall. Pra Allah Azza wa Jall flet për në këto ajete për gjymtyrët e njeriut, flet për të folurit, flet për të dëgjuarit, flet për të shikuarit. Pra këto tri gjymtyr, këto tri shqisa, pa të cilat njeriu nuk mundet me funksionu normal jetën e kësaj bote. Por nëse njëra mungon, njeriu është gjysmak. Njeriu është shumë i kufizuar. Njeriu është duke e zhvilluar një jetë jo normale nëse njëra prej këtyre dhuntive mungon. Sidomos nëse mungon të shikuarit. Nëse mungojnë syt tek një njeriu është në gjendje me pagu çfarë dushqimimi, vetëm me i pas ato. E kur njeriu është në gjendjen për shikimin me pagu, me dhonë çka ka mundësi, vetëm me e pa një herë, edhe me jetu jetë normal, atëherë tregon se sa dhunti e madhe është ky nimet dhe kjo gjymtyrë të cilën Allah Azza wa Jall neve na ka dhënë. Pra kjo shqisë të cilën Zoti neve ne ka fol jetën e kësaj bote. Po pa shikimin, njeriu ndoshta një hap, dy hap s'mundet me i bën. Për shkak se është e pamundur njeriu të zhvillohet dhe të përparoj pa këtë dhunti të Allahut Azza wa Jall. Prandaj Allah Azza wa Jall thot: "Alam naj'al lahu 'aynayn." A nuk i kam bërë unë njeriut, nuk ja kam krijuar dy sy? Pra dy sy Allah Azza wa Jall e përmend. Edhe përmend në formën pyetëse, a nuk ja kam dhënë njeriut dy sy që të shikoj? Pra dy mirësi të cilat njeriu ose një pakicë njerëzve falenderojnë. Pra Allah Azza wa Jall thot: "A nuk ja kam krijuar unë dy sy? O lisanan wa shafatayn." Edhe nuk ja kam krijuar unë një gjumë me të cilën flet. Edhe dy buzë me të cilat njeriu e formson gojën dhe të folurit e tina. Pra Allah Azza wa Jall po don me na përmend neve mirësinë e këtyre shqisave dhe gjymtyrëve të cilat
neve na i ka dhënë. Kjo është dhunti që njeriu nuk ja di vlerën përderisa e ka. Momentin që ju humb, atë njeriu ja din vlerën. Dhe më së miri njeriu është për me ditë vlerën këtyre gjymtyrëve dhe mirësive, është të takohet dhe të shkojë te ata njerëz të cilët i kanë mungesë këtë gjymtyrë. Të shikoj ata të cilët njerëz të cilët nuk shikojnë, edhe e shesë si zhvillohet jeta e tyre, ose ata njerëz të cilët nuk dëgjojnë, dhe e shesë si është të shikuarit ose të dëgjuarit e tyre. E ata njerëz të cilët nuk munden me fol, dhe e shesë si zhvillohet jeta e tyre. Prandaj njeriu i cili ka këto gjymtyrë duhet të falenderojë Allahun Azza wa Jall pa fund. Duhet të falenderojë Allahun Azza wa Jall pa numër, se i ka dhënë mirësi të mëdha në jetën e kësaj bote. Por këto dhunti të cilat nuk po a dim vlerën në jetën tonë. Prandaj jo që nuk ja dim vlerën vetëm këtyre dhuntive, mirë por nuk ja dim vlerën as atij i cili na ka dhënë. Por nuk ja dim vlerën e Allahut Azza wa Jall, i cili është shumë i mëshirshëm dhe shumë bamirës me neve në jetën e kësaj bote. Prandaj në tefsirin e Ibn Kathirit e transmeton Ibn Kathiri një hadith në të cilin pejgamberi alayhis salam transmeton prej Allahut Azza wa Jall, ky hadith është kutsi, në të cilin Zoti thot: "Ya ibn Adam, qad an'amtu alayka ni'aman 'idhama, la tuhsa 'adadaha wa la tutiq shukraha." Allahu Azza wa Jall thot: "O biri Ademit, thot unë kom dhënë mirësi shumë të mëdha. Jo mirësi vetëm mirësi, mirë po mirësi të mëdha që nuk mundesh me numëru. Por nuk mundesh me numëru, edhe nuk mundesh me dal hakut duke falendëruar. Por sa dush që falenderon, prap nuk mundesh me dhënë hakun që duhet falenderimin ndaj Allahut Azza wa Jall. Ama ato mirësi të cilat Allahu Azza wa Jall neve na ka dhënë, njeriu nuk ka mundësi me i numëru. Pse se janë mirësi të Allahut Azza wa Jall të pafundshme që Zoti neve na ka dhënë me diturinë dhe urtësinë e tina. Prandaj Allahu i përmend këto mirësi dhe dhunti që me ditë vlerën e tyre dhe me qenë falenderues. Pastaj thot, vazhdon ky hadith duke thonë: "O ja'alta lak wa mimma na'amtu alayka an ja'altu laka 'aynayni tanzur bihima." Edhe ti kam dhënë dy sy me të cilët ti shikon. Po Allahu Azza wa Jall për mirësive kryesore që e përmend të shikuarit dy sy të njeriu të cilët ja ka dhënë, edhe thot ti shikon me to. Pra e zhvillon jetën. Sepse pa to do të ishte e pamundur që njeriu të jetonte jetën në mënyrë normale. Pastaj thot ky hadith duke vazhduar thot: "Edhe i kum bën mbulesë. I kum bën mbulesë këtyre syve që njeriu me rujt. Edhe me rujt për dëmtimit fizik, mirë po edhe me rujt për haramit." Prandaj thot Allahu në këtë hadith kutsi, thot: "Nëse ti ballafaqohesh ose shfrytëzoj këto sy në halal, mirë po nëse ballafaqohesh me haramin, atëherë Allahu ta ka mundsuar që me mbyll ato dhe me u largu për haramit, me shpëtu prej haramit. Pra mirësinë e Allahut Azza wa Jall mos e shfrytëzo në haram. Sepse çdo mirësi e cila shfrytëzohet në haram është rrugës për të zhdukur, ose për ta marrë Allahu Azza wa Jall atë mirësi, ose runa Zot me harona me dhënë llogari për Allahut Azza wa Jall për këtë shpërdorimin e dhuntive dhe mirësive të Zotit që ne ka dhënë neve. Prandaj thot, në vazhdim thot: "Edhe ta kam dhënë një gjumë, edhe i kam bërë dy buzë, që njeriu me ditë kur me mbyll, edhe me ditë kur me hap, me ditë kur me fol dhe me ditë kur me hesht." Prandaj thot, shfrytëzoje në të mirë, në ato që cilat ban dobi, në ato që njeriu në drejton dhe udhëzon nga e vërteta, si vetveten, mirë po edhe të tjerë. Pra shfrytëzon për hajër. Ama thot, nëse ballafaqohesh me haramin, e ke lejta mbyllësh gojën. Sepse gjua është pa eshna. Edhe është një gjua, është për organeve të cila livrit mas shumë tek njeriu, edhe pse s'ka eshna. Mirë për njeriu, edhe pse është prej mishit, njeriu
shpesh nëpërmjet kësaj gjuhe ban fesad dhe shkatërrim në tokë dhe ban dome më shumë se sa me çdo gjymtyr tjetër. Prandaj kjo është mirësia e Allahut Azza wa Jall që ne na ka dhënë mundësinë e këtyre mirësive dhe na ka dhënë mundësinë për me rujt këto. Edhe Allahu Azza wa Jall na drejtohet që me shfrytëzu për të mirë. Prandaj në vazhdim në pikën e tretë që përmend Allahu Azza wa Jall thotë për mirësive është se i ka dhënë Allahu Azza wa Jall njeriu organe intime edhe që me rujt nderin e vet. Prandaj thotë shfrytëzohu ku është halal edhe largohu prej haramit sepse zinaja është ajo e cila e shkatron nderin e njeriu edhe e prish raportin mes njeriu edhe Allahut të lartësuar. Thot ja ibn Adam innaka la tahmil sakhati. Në fund Allahu Azza wa Jall ti hadithi thot o bir Ademit thot ti nuk mundesh mu ballafaqu me hidhrimin tan. Por nuk mundesh mu ballafaqu me hidhrimin e Allahut të lartësuar. Wala tutiqu intiqami. Amo nuk mundesh edhe me përball kur dënimin e Zotit. Por nuk mundet me bë boll edhe me kundërshtu dënimin e Allahut të lartësuar njeriu, sepse s'ka fuqi. Njeriu është shumë i dobët. Sado që mendon se është ngrit lart, çon pozitë ndije në fuqi fizike e materiale, prap njeriu, jo vetëm njeriu, mirë po çdo gjallës përballë Allahut Azza wa Jall është shumë i dobët dhe pa fuqishme. Po të mos ishte ndihma e Allahut Azza wa Jall që ne të jetojmë dhe të funksionojmë në as këtë çepollën e syrit që Allahu po përmend këtë ajet, në këtë hadith kutsi, në as çton smuna me qelë dhe me mshël. E leje ma shumë. Pra është mëshira Allahut Azza wa Jall, mirësia tina që na me ta Allahu na ndihmon që të jetojmë edhe ta zhvillojmë jetën e kësaj bote. Pra të nderuar besimtar, Allahu Azza wa Jall po na udhëzon që ti përdormi mirësitë e Allahut Azza wa Jall për të mirë. Në atë që na ban dobi neve, në ato që i ban dobi familjes, shoqërisë edhe këtë muslimanëve në ditën e Kiametit. Pra, ta përdormi mirësinë e Allahut Azza wa Jall në rrugën e tij, të mos e përdormi mirësinë e Allahut në nimetet e tina kundra rrugës së Zotit. Sepse pastaj ky është dënimi i dyfisht. Kesh përdorim i mirësisë edhe pastaj është se e atë mirësi e ke përdor kundra rrugës së Allahut Azza wa Jall. Prandaj është një fjalë shumë domethënëse e Aliut radiallahu anhu, prej sahabëve, i cili është në kuptimin e ajeteve dhe haditheve, është prej sahabëve të dalluar. Thot subhana man basara bish-shahm, i madhëruar dhe i patmeta është Allahu, i cili shikimin e ka bë nëpërmjet vjamit. Pra syri është si lloj vjami. Nuk është as mish e as asht. Mirë po është lloj vjami. Pra kjo është thonja e Aliut radiallahu anhu, duke na treguar neve se Allah Azza wa Jall ban mrekulli në krijimtarinë e tina. Pra shikimin e njeriu e ka mundsuar që njeriu me pa nëpërmjet vjamit. Wa antaqa bil lahm, edhe ja ka mundsuar njeriu që me fol nëpërmjet mishit. Gjua është mish. Pra të folurit e njeriu zhvillohet nëpërmjet gjuhës, e gjua llogaritet që është mish. Pra njeriu këtë sistem të folurit e ban me mish. Thot wa asma bil azm, edhe njeriu ndëgjon me asht. Pra në formimin e veshit, organi kryesor që njeriu me ndëgju është një asht i vogël. Nëse ai dëmtohet, njeriu nuk dëgjon. Ne themi perdja, por në realitet është edhe një asht i vogël që e ka zbuluar mjekësia, edhe padyshim ai është prej organeve kryesore në përbërjen e veshit që njeriu me ndëgju. Pra secila organi njeriu, këtë njeriu komplet është mrekulli, mirë po edhe në veçanti secila organ i të dëgjuarit, të folurit, të shikuarit, secila prapë është mrekullinë e vet. Se si Allah Azza wa Jall i ka kriju, se si Allah Azza wa Jall i ka formu. Prandaj Allah Azza wa Jall po thotë elem naj'alu aynayn.
o lisanun wa shafatayn, a nuk i kemi dhënë njeriu ne dy sy, një gjuhë, e dy buzë. Po kështu që Allah azza wa jall më përkujton njeriu gjithve, edhe besimtarëve, edhe qafirave, se këto janë mirësi të Allahut azza wa jall që neve na i ka dhënë. Edhe pse ajeti është shumë i shkurtë, mirë po domethënia është shumë e gjatë, se nëse njeriu nolet në analizën dhe në shpjegimin dhe komentimin e këtyre ajeteve, e sheh se me të vërtetë Allah azza wa jall ka bërë mrekulli në krijimtarinë e tina. Për me shpjeguar rëndësinë e të shikuarit, e ka shpjeguar edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ka thonë se aynani la tamassuhuma an-nar. Dy sy nuk i prek ose nuk i kall zjarmi i xhenemit. Pra dy sy, dy kategori të njerëzve nuk bëhen prej banorëve të xhenemit. Fata'aynun batat tahrusu fi sabilillah. Një sy i cili ban roje, i ruan muslimanët, e kontrollon terrenin në rrugën e Allahut azza wa jall. Po ban roje që muslimanët pjesa tjetër të jenë të sigurt. Kur gjithë janë duke fjetur, janë duke nejt rahat, duke pushu, ai ban roje që pjesa tjetër, shumica, janë të kujdesshëm edhe të janë të sigurt në jetën dhe familjen e tyre. Pra këtë sy nuk e ka zjarmi i xhenemit. Runa Zot, çfarë rëndësie ka ky sy, i cili ban si punë të mëdha dhe punë të mira, me një sy i cili shikon haram, edhe ban haram, edhe ngon mas haram. Pra njeriu duhet të bëjë krahasime mes mirësive se ku i përdor. E këtë mirësi të syrit që Allah azza wa jall neve na ka dhënë, dikush e përdor për të mirë dhe për dobi, e dikush e ban për dëm edhe për haram. Prandaj ky është hadithi që neve na jep ose na nxit që të bëjmë punë të mira, edhe dhuntinë e Allahut azza wa jall ta shfrytëzojmë për të mirë. Pastaj kategoria tjetër, aynun bakat min khashyatillah, edhe një sy i cili çon nga frika ndaj madhërisë së Allahut azza wa jall. Por nga frika ndaj madhërisë së Allahut azza wa jall, qoftë në namaz, qoftë edhe jashtë namazit. Po nuk mjafton, nuk është e kufizuar që një njeri me ka vetëm namaz. Mirë po, edhe nëse një njeri në vetmi i kujtohet ndonjë gjuna të cilën e ka bën, edhe nga frika dhe devotshmëria të cilën e ka ndaj Allahut azza wa jall, i lëton syri edhe i pikon, amo me një pendim të sinqert. Po ky është qëllimi i hadithit, që nëpërmjet këtyre pejgamberi alayhis salam më na nxit edhe ne më bë pjesë e këtyre kategorive, që një njeri me pas kujdes kur ti në vetmi edhe ke mundësi me bë një haram që ka nuk të shojë njerëzit, mirë por të sheh Allah azza wa jall, ti e ban të kundërtën, e ban udhëzimin ose vepron sipas udhëzimit të pejgamberit alayhis salam. I kujton njeriu gjunohet e veta, jo me kujtu të mirat e veta sa ka bën, e me ka bën ndjemasia, mirë po i kujton të metat edhe gjunohet e veta që me ka frika dhe respekti ndaj Allahut të lartësuar. Prandaj ajeti i fundit, ajeti 9, thotë hadejnahu najdain, e kemi udhëzuar njeriu drejt dy rrugëve. Edhe këtu tefsiri Ibn Abbasit është se për qëllim dy rrugët janë rruga e hajrit dhe rruga e sherrit, rruga e udhëzimit dhe rruga e devijimit, rruga e imanit dhe rruga e kufrit. Fjala najdain, se fjala rrugë në arabisht ka kuptim tjetër. Mirë po Allah azza wa jalla e ka pru këtë term, në fakt, që fjala najd do me thonë një rrugë e cila është të përpjet, edhe është e vështirë të arrijet. E kështu është rruga e hajrit dhe rruga e sherrit. Njeriu për me bë mirë duhet mund, duhet sakrificë. Duhet me dhon një sakrificë që të tjerët s'mund me dhon, ose nuk duhen me dhon. Për me bë një namaz, njeriu duhet me marr abdes, duhet me u fal, duhet me kthy ka kibla, duhet me lën pak punën, duhet me lën një kohë caktuar, edhe me shmang punë të tjera për me kryer një ibadet ndaj Allahut azza wa jall. Njeriu për me dhon zakatin, me dhon sadak, duhet me pastru zemrën e vet.
edhe me dhon për hir të Allahut azza wa xal. Pra e doni pjesë pasurisë, sakrifikon, sepse ti e llogarit, i kini 100 euro, 10 euro po don me dhon sadok, po e morr me si shembull, që ato 10 euro i dojte pe asoj 100-shës. Amo pse dojte? Për hir të Allahut azza wa xal me dhon sadok me bo mirë. Edhe kjo është mund. Prandaj rruga e ajrit është e vështirë, se do të me dhon mund sakrificë. Do të mendo për kohës, për familjes, për shoqërisë, prej vetes, gjithçka që të arrijmë kënaqësinë e Allahut azza wa xal. Po e njëjtë është edhe rruga e sherrit. Edhe ajo është e vështirë, ani pse duket njeriu të malet. Mirë, po edhe ajo është e vështirë, sepse për me bëni haram, ose do të me doni kohë, ose do të mu vetmu, ose do të me shku me një vend pak më të lartë, po edhe nëse këtu njeriu i ka mundësi në vendin e vet me i bon, sikurse në kohën tonë, që e keq është për hap për fatkeq. Mirë, po prapë ti dosh me bon një mund fizik, ose mund material. Ki me dhoni pore ti për në haram. Pra që që dojte për sadok, njeriu e donë edhe për të harami. Që ato 10 euro që e dojte për sadok, dikush 10 euro i donë për haram. Pra dhe kjo është mund. E të dyjat janë të vështira. Mirë, po njeriu varet cilën e zgjedhë për cilën e përgatit vetë. Prandaj Allah azza wa xal ratësisht e ka përmend këtë term, nejdin, që është e përpjet, është e vështirë. Ama nuk do me thonë që së është e paarritshme. Edhe rruga e sherrit është e vështirë me gjitha elementet e veta. Mirë, por nuk do me thonë që njeriu nuk mundet me arritë dhe nuk mundet me bëj keq. Njeriu mbohet i keq. Mirë, po etapë pas etape, nivel pas niveli. Pro ju për njëherë njeriu nuk bëhet i keq. Mirë, po nga dal. Edhe njeriu nuk mundet me bëj mirë për njëherë. Mirë, po bëhet hap pas hapi. Edhe pse është e vështirë, njeriu të bëhet i devotshëm, mirë, po me ibadete të shumta, me adhurime të shumta, edhe me mund dhe sakrificë, njeriu e arrin mirësinë, edhe të bëhet i mirë dhe i devotshëm tek Allahu i lartësuar. Prandaj Allah azza wa jalla në suratul Insan e përmend inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Do të thonë koment i këtij ajeti, Allah azza wa jalla ka përkët ajetin në suratul Insan, ku thot njeriu të kemi sqaruar dy rrugët. Ne e kemi udhëzuar, ja kemi bot qartë me argumente, me libra të shenjtë, me pejgamber, thot imma shakiran wa imma kafura. Njeriu ose komo kon falënderues, ose përbuzës, ose mohues. Pra këto dyja janë rrugët të cilët njeriu e ndjek në jetën e kësaj bote dhe nuk ka rrugë tjetër. Por nuk ka rrugë tjetër, ose keme qenë me të mirët, ose keme qenë me të këqit. Prandaj njeriu me logjikën e vet, me dëshirën e vet, vendose cilën rrugë kome ndjek. E lusmi Allahun azza wa jalla na bëj për atyre të cilët e ndjekin rrugën e hajrit, rrugën e mirësisë, e nuk na bën për atyre të cilët e ndjekin rrugën e sherrit dhe rrugën e devijimit, e pastaj që njeriu të pendohet, mirë, po pendimi s'ban dobi në ditën e Kiametit. E lusmi Allahun azza wa jalla na ringjall faqe bardhë, të jemi krenar me punët tona në ditën e Kiametit. Aquli qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiru min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.